Në brag të sezonit turistik, shërbimi i pastrimit në qytetin e Vlorës duket se po hyn në një tjetër stad organizimi dhe standardi. Për herë të parë, zonat ku janë vendosur kontenierët e mbetjeve urbane po rrethohen me struktura mbrojtëse, me synim për të shmangur përhapjen e mbeturinave në rrugë. Ky model i ri menaxhimi ka nisur të aplikohet fillimisht në disa nga akset kryesore të qytetit, aty ku ka qarkullim më të madh qytetarësh dhe automjetesh, por edhe në zonat me fluks të lartë turistësh, në unazën e qytetit, përgjatë rrugës transballkanike dhe në zonën e plazhit të vjetër, tashmë janë vendosur rrethimet e para për kontenierët, duke krijuar edhe një pamje më të sistemuar dhe më të pastër. Kjo ndërhyrje është një hap pozitiv jo vetëm për estetikën e qytetit, por edhe për higjienën dhe mbrojtjen e mjedisit. Shpeshherë, sidomos gjatë muajve të verës, era, kafshët e ndacake apo hedhja e pakontrolluar e mbetjeve bënin që mbeturinat të shpërndaheshin jashtë kontenierëve, duke krijuar ndotje dhe shqetësim për banorët dhe bizneset. Tashmë me vendosjen e këtyre strukturave rrethuese, synohet disiplinimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve, si edhe përmirësimi i imazhit të qytetit në një periudhë kur Vlora përgatitet të pres mira turist vendas dhe të huaj. Drejtuesja e ndërmarrjes së pastrimit Anjeza Shiko shprehet se kjo është vetëm faza e parë e projektit dhe se standardi i ri do të shtrihet gradualisht edhe në lagje të tjera të qytetit. Po themi dhe patjetër do shtrihet edhe në blloqet e banimit dhe në periferitë të qytetit. Ndërhyrja nuk lidhet vetëm me aspektin vizual, por edhe me rritjen e eficiencës për shërbimin e pastrimit. Punojësit e ndërmarrjes do ta kenë më të lehtë menaxhimin e mbetjeve, ndërsa qytetarët do të kenë ambiente më të pastra dhe më funksionale. Gjithçka vjen në kuadër të masave për sezonin turistik, ku institucionet vendore synojnë të përmirësojnë standardet e shërbimeve publike, si dhe të ofrojnë një qytet më të pastër për pushuesit dhe banorët.